Elisa, për 14 shkurtin dua të zgjedhësh një zemër dhe të më lexosh çfarë është e fshehur në të. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3? Param. Aty ku ka dashuri, ka jetë. E të mërshme. Dhe ti nuk e harron kur e ngjet makinën, që dashuria nuk nje kupim, as largësi dhe as kolër në stili. Dhe as karburant në të poj. Nuk ka largësi, kupi dhe ko, mund të shkoni ku të doni. Mos më ik! Sot, gjoba ime do t'jetë dashuria. Do të japim disa shprehje dashurie. Dashuri po. Gëzuar. Misioni jon sapo ka filluar. E Bruno, ke zemër ti? Po. Je i sigurt? Po. Me shumë dashuri. Dashuria është forca që mban botën në lëvizje. Hepta ka vendosur të shpërndaj dashuri për të gjithë të Shën Valentin. Prandaj influencerat e Balkan Influencer do të ndalojnë njerëz rastësisht për t'i dhënë ushqimin e ditës. Të gjitha furnizimet e Heptës merren në Greqi. Grill Hepta, pite greke, skepasti dhe shumë produkte ushqimore të tjera. Me kë do festosh Shën Valentinin? Me burrin tim. Okej, atëre mere këtë Heptën, edhe kur ti jesh dhe në Tiranë dhe në Durrës ke Heptën, me burrin tënd ta festosh Shën Valentinin. Mere. Gëzuar. Kjo është gëzuar. Edhe ti. E Hepta ka vendosur të dhuroj për Shën Valentin shumë dashuri dhe kjo është për ju. Ju bëftë mirë. Përshëndetje. Keni hëngër drek? Mund të jam nga Hepta, një dhuratë për drekën, ta shijoni. Edhe ju lum goja. Do t'japu dhe unë një për zonjën tënde, ta qosh në shtëpi. Faleminderit. Gëzuar dhe... Gëzuar vetë. Të kapëm, si ja? Duke qenë se kemi 14 shkurtin, ditën e Shën Valentinit, Hepta dhuron shumë dashuri për të gjithë. Pikat janë në Tiranë, Vlorë dhe Durrës. Gëzuar Shën Valentin. Kjo është nga Hepta, me që është 14 shkurti nesër dhe është një vak i bollshëm konsumuar. Këtu është një vak. Ky ndodhet tek rruga e Kavajës, përballë Condor Center. Uroj që ta shijoni.